Ernest Muçi vijon të jetë në qendër të vëmendjes të Trabzonspori, ku paraqitjet e tij të fundit ka shtuar presionin mbi drejtuesit për të marrë një vendim. Trajneri Fatih Tekke ka dhënë miratim për blerjen e kartonit të mesfushërorit të kombëtares, por klubi ka zgjedhur të presë deri fundin e sezonit. Trabzonspor nuk nxiton as pak që të shpenzojë 8.5 milionë euro, një shumë që duhet paguar për të transferuar përfundimisht 24 vjeçarin, sidomos pasi kanë investuar 1 milion euro për huazimin. Për momentin klubi po vëzhgon me kujdes formën e Muçit, i cili ka shpërthyer me 5 gol në 3 ndeshjet e fundit, duke u kthyer në një nga pikat më të forta të skuadrës. Ndërkohë nga ambientet pranë futbollistit mësohet se Muçi ndihet shumë mirë te Trabzonspori dhe sheh me pozitivitet vijimin e karrierës. Mbështetja e vazhdueshme nga trajneri Tekke ka qenë vendimtare për ngritjen e tij. Aktualisht Superliga turke kryesohet nga Galatasaray vetëm 2 pikë përpara Trabzonsporit, që vijon të jetë në garë për titull. Sfida e radhës për Muçin dhe shokët e tij do të jetë pikërisht përballë Beshiktasit, një skuadër që zotëron kartonin e tij, duke shtuar edhe më shumë emocione tek kësaj sfide.